Mbi 20 të punësuar me kontratë pune dhe 58 punëtorë social sezonal janë larguar nga puna në komunën e Kërqovës. Televizioni 21 mëson se 58 punëtorët sezonal kontratat e punës i kanë pasur deri në gusht të vitit 2026, ndërsa 20 të tjerët kanë pasur kontrata valide deri në fund të muajit dhjetor. Për këtë pyetëm kryetarin e Kërqovës Aleksandr Jovanovski, i cili arsyetoi largimin duke thënë se kontratat ishin para skadimit. Видите, реално да ви кажем, договорите на временно обработените беа веќе пред истекување. Ние го направивме ова во интерес нивни, а и интерес на општината, за да видиме кој од нив реално ни се потребни. Верувајте, список на имења може да го гледаме, меѓутоа не знам јас поединци и подобро е што не знам, затоа што тоа се случи неселективно. Për këtë ka reaguar dhe dega e BDI-s në Kërqovë, duke cilësuar si vendim të padrejtë, të motivuar politikisht dhe riorganizim në bazë etnike. Përkundër këtij realiteti të dhimbshëm, subjektet që janë mbajnë ISO në VMRO dhe PMNS heshtin ose jetojnë në një univers paralel duke refuzuar të përballen me realitetin. Integrimi i shqiptarëve në çdo nivel institucional nuk është privilegj, por e drejtë kushtetuese, e cila nuk mund të negociohet as të injorohet. Andaj, u bëjmë thirrje autoriteteve përkatëse të rishikojnë me kujdes secilin rast dhe të sigurojnë që çdo vendim të jetë në përputhje me legjislacionin dhe standardet profesionale. Reagimet kanë qenë të shumta edhe në rrjetet sociale, ndërsa pritet të shihet nëse do të ankohen të punësuarit të cilët u larguan nga puna para skadimit të kontratave.